Ose sa ule nivelin e bisedës, ose më prishe humorin, por nuk bëhet më nuk shajnë, nuk I për në bisedës. Po harrojnë, po nuk ka, nuk I heqëm non grata. Ne nuk do hiqet non grata. Po, ne pam një njoftim aty avokat, aty thoshe për interes të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, interes kombëtar. Çfarë interesi kombëtar ka SBA-ja për të heqë këtë, për të liruar Berishin të shkojë në Amerikë? Çe ka të në atë? Në Departamenti I Shtetit. Ja hoqin non gratën? Bëjmë një përjashtim për të ardhur në Amerikë. Po të pyes, mos të shkur s'kupton. Ja hoqin non gratën. Avokat, në faqen e Departamentit Shtetit unë s'kam parë gjë në njoftim që ashtu sikur ju vendos, ashtu të ketë një që t'i hiqet. Thjesht kur e pyetën mediat. Bravo. Pra mos disinformoni opinionin publik dhe demokratët që fatkeqësisht I kanë dhënë besën një tradhtare, një kriminali dhe vjen akoma pas tij për hir të besës që kanë dhënë. Por demokratët do të kuptojnë që kanë besuar qartë për një gjë. Dhe deri tani kjo po ndodh. Nuk hiqet non grata. Harrojen, nuk hiqet. Avokat, si ka mundësi me gjithë këto protesta që po zhvillohen 2 javë, I transmeton Reuters e të tjera Euronews I live, amerikani flas edhe AP-ja, Associated Press, puna është që Shtetet e Bashkuara ende s'kan ndonjë reagim. A janë pro këtyre protestave, a janë kundër, a janë për stabilokracinë, a janë që dëgohet zëri I popullit, ju si mendoni? Shtetet e Bashkuara janë shtetësim politik botëror. Dhe ata e shikojnë që nuk ka problem që përpreket dhe goditjet qytetarit shqiptar. E shikojnë që procesa po kalon në mënyrë më të shkëlqyer të mundshme. E shikojnë që e publikon media botërore procesin që bëhet në Shqipëri dhe ky debili që Helvetes dhe thotë nuk ikin thotë. Akoma se kanë ardhur që publikimi nga gjithë bota e protestave të shqiptarëve është një shenjë alarmi për të që duhet urgjentisht të largohet. Avokat, protestuesit kishin shkruar mbrëm që do të vim sonde në Sorel. Edhe do shkojnë, po ta them unë, dëgjoj, ai këtë s'ka kuptuar, ai familjen e ka hequr nga Soreli, ta di do të vi, e ka hequr familjen, nuk e kanë Tiranë, nuk e kanë Shqipëri. Që e di që pret, dhe vetë familja kanë kurse zëven pasin të çmendurit. Dhe ka marrë 3-4-15 gërat, ato nuk thjesht kanë vajtur me të vetëm që ka para dhe I mban me para, po jo se kanë ndonjë dashuri, ndonjë dëmshuri për të. Që atë kanë praktikisht e ka praktikisht familja. Këtë gjë që nuk e thonë. Dhe ai tani ka mbetur si qyq, dhe lomotit që për ditë gjëra të podcastin që ka atje, lomotit dhe zotë nuk I nuk bëj, tregon na bën kashillok me shqiptarëve. Zotëri, edhe një tjetër. Shqipëria ka nevojë për një komitet shërbimi kombëtar. Që do krijohet. Se nuk do ta lëmë ne që pushtetin ta marrin komite ambasadorëve, të ambasadorëve të Enverit. Si për shembull është ajo